Përshëndetje, faleminderit që na respektuat. Unë kam një problem me vajzën, e kam moshën 30 vjeçe. Kam një 5 muajt e fundit që ngelem nëpër spitale. Dhe është diagnostikuar me një sëmundje autoimune shumë të theksuar, licenci sklerozës vulvare. Kjo sëmundje, mbas analizave që janë bërë në Elbasan dhe në Tiranë, nuk kurohet në Shqipëri. Mund të kurohet ke klinikë private, nuk e di. Prandaj i kërkoj ndihmë gjithëve për të ma çuar vajzën jashtë shtetit, se specialistat dhe në Elbasan dhe në Tiranë që më thanë që kjo sëmundje kurohet, nuk shërohet, pa kurohet, kontrollohet, po do një sasi të madhe shumë lekësh. Unë nuk e përballojmë dot. Deri tani kemi arritur me forcat tona. Po u dha mundësia, i kërkoj gjithë ndihmë shqiptarëve për të ndihmuar që vajza ime të ngrihet nga karroca, të ecin vetë siç ecën gjithmonë si gjithë shoqet. Sëmundja e vajzës time është shumë e shtrenjta, edhe shkencëtarët dhe ata doktorat që e kanë zbuluar këtë sëmundje e dinë dhe në botë. Një seancë, një mujore në një spital privat kushtonte 15.000 euro pa operacionet e para, se ishin 2 operacione, pastaj fillonte seanca. Pa llogaritur shpenzimet e rrugës, shoqërusin, ilaçet që nuk ka Shqipëri, do t'i sigurojnë spitali ilaçet, se kështu na thanë në Tiranë, nuk e dim si do veprohet. Kurse kushtet e tjera ekonomike nuk i kemi, vetëm me ndihmë sociale, ndihmën e burrit dhe vajzës, shtëpinë e kam të huaj, e ka kushuriri burrit Bere Qavas na i ka lënë pa që ranë ruajtje, po quhet shtëpi, po nuk është shtëpi. Po e falenderojmë dhe atë, ka bërë një të mirë. Ku e dinim ne se vajza jonë do bësh në këtë gjendje, as e dinim fare, thash do bëj si gjithë shoqet. Kështu që kushtet financiare dhe ekonomike edhe sëmundjet janë mbledhur në një pikë që neve nuk i përballojmë dot. Burri nuk është në gjendje, sepse ka bërë bypassin, as për vete, jo vend punojnë, siç punonte përpara. Nuk e di. Si të shprehem, s'kam dalë në një televizor, po. Kemi 33 vjetë që kemi blerë një tokë, e ngritëm me aq mundim, thamë ne do të bëj gozës një dhomë. Jo, të keqen s'ishte gjë. Kam 3 vjetë e kusur, 3 vjetë e gjysmë që vazhdojnë në për spitale. Përshëndetje, jam vajzë, jam diagnostikuar me sëmundjen licenc sklerozës dhe kërkoj ndihmë nga gjithë shqiptarët që të më ndihmojnë që të kurohem edhe unë të marr mjekimin e dur, sepse nuk kam mundësi ekonomike dhe më kanë thënë që mund të kurohem jashtë shtetit, edhe nuk kam mundësi. Dua që të më ndihmojnë gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen. Jam 30 vjeçë dhe jam e sëmurë. Nuk eci dot, pse mos eci dhe unë si gjithë të tjerët. Kurat në Shqipëri, nuk ka ilaçe në Shqipëri, vetëm jashtë shtetit. Faleminderit që erdhët, jeni të respektuar që merrni pjesë në sëmundjen e keqe që ka vajza jonë, edhe na ndihmoni. Të paktën që na ndihmoj gjithë shoqëria, gjithë shqiptarët, se ajo nuk kurohet dot në Shqipëri. Siç e tha dhe bashkëshortja, është sëmundje e rëndë. Ne kërkojmë nga shteti ose nga ndihmë nga bashkia, nga kush të japi këtë mundësi që gocën ta kuroj paktën edhe jashtë, se unë s'kam ndihmë me fjalë financiare. Kemi marrë kredira, kemi marrë çdo gjë. Unë marr 100.000 lekë në muaj të vjetra, aq merr dhe goca se kam bërë bypass, kam vënë valvul, kam ngushtim në aorte,
kam 3 vjetë, nuk jam në gjendje për punë, kërkoj ndihmë, sa të mundin, kush na ndihmoj, bëf mrekulli Zoti edhe çdo njeri që do na ndihmoj. Çfarë të them tjetër? Këto kemi kushtet vështira.